Policia zbarth ngjarjen tragjike në Podujev. 31 vjeçaria vrau të dashurin, plagosi gruan e xhaxhait dhe qelloi veten. Policia e Kosovës ka konfirmuar ngjarjen e rëndë që ndodhi mbrëmjen e së dielës në fshatin Majac të Podujevës, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur rënd. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, e dyshuar Ardita Gashi dyshohet se ka vrarë fillimisht Ilyas Brahimin dhe më pas ka plagosur rënd gruan e xhaxhait Mira Djegashi. Në përfundim ajo dyshohet se ka qelluar edhe veten. Ngjarja u raportua rreth orës 18:40 kur një sitet policore u njoftuan për një person pa shenja jete brenda një veture në Majac. Në vend ngjarje u gjet një veture bardhë me targa lokale dhe viktima mashkull kosovar, identifikuar më vonë si Ilyas Brahimi nga Obliqi. Policia njoftoi se personi armatosur ndodhej brenda një shtëpie dhe refuzonte të komunikonte, duke paraqitur rrezik për veten dhe të tjerët. Pas ndërhyrjes së njësi speciale intervenuese dhe negociatorëve në shtëpi u gjetën 2 gra të plagosura rënd, të cilat u dërguan për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës, QKK. Sipas policisë, sot rreth orës 03:35, Mira Djegashi ka ndruar jetë në QKK duke e çuar në 2 numrin e viktimave të këtij rasti. Rasti është cilësuar si vrasje rënd dhe mbajtje në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar të armëve, dhe trupat e pajet janë dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vazhdojnë në drejtimin e prokurorit kompetent.